Rreth botës së librit, rreth asaj që të gjithë e dëshirojnë, rreth muzikës. Rreth artit, rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashkë në një emision. Të nderuar shikues, mirë se vini në një emision tjetër në emisionin rreth krijimtarisë këtu në televizionin Fontana. Sonte kemi kënaqësinë që të mirëpresim një emër të njohur të sportit në Kosovë, zotëri Fikret Shatri. Në këtë intervistë do të flasim për përvojën e tij të gjatë në këtë fushë, rëndësinë e sportit dhe të rinjët, si dhe për aktivitetin e veçantë që pritet të mbahet së shpejti, Istogu Trail, epopeja e prillit në vitin 2025. Çfarë përfaqëson ky event, çfarë do të ketë dhe si do të shkoj e gjithë ky event i organizuar. Për këto dhe shumë çka të tjera do të flasim me të ftuarin në studio rreth kësaj bisede. Fikret Shatrin në fokus për këto aktivitete ku do të jetë domethënë data e 13 prillit në shënjëzim për hapjen e shtegut 13.3 km, si dhe për rëndësinë e Istogut Trail në epopenë e prillit të 2025. Për të gjitha këto do të flasim me të ftuarin në studio, ku sonte kam kënaqësinë që kam të nderuarin zotëri Fikret Shatri. I nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Si një sportist, më vjen mirë që sonte kam në studio një kësaj lamie të tillë, pasi që ndoshta edhe vetë intervista shkon në mënyrë shumë pozitive dhe në sportivitet. Absolutisht, është një jetë e tërë e imja në sport, edhe ende vazhdojmë, edhe sigurisht do të vazhdojmë deri sa të kemi frymë, sepse... Zoti Fikret, temë kryesore, kemi sot një datë shumë, ose dy data, le të themi shumë të rëndësishme të prillit. Mirë po, si fillim, para se të kalojmë tek ajo pjesa e të gjitha atyre aktiviteteve që janë në organizim, që jeni duke punuar për ato ditë, si fillim do të flasim pak për pjesën e kohës studimeve dhe për pjesën e kohës të asajna që ju keni kontribuar në luftën e UÇK-s. Studimet janë kaptin mas thëme të mëshme, sepse në çfarë periudhe ne kemi studiu, kemi vepru. Ka qenë kohë tepër e vështirë, se më kujtohet në vitin 1991, në postbllokun Komoran, ka qenë një postbllok me thasë zallit i policisë serbe, edhe po në alke autobusi, po të nxirëshim për ati autobusu, se kun pas atë fat, po shumë studentë të tjera kanë pas atë fat, do dhe të kanë fut mrena në qëto postblok, edhe e kanë bo të spira, të i ra, u rafshin student. E unë qëtë fat se kun pas, dhe thot, kur jem shku për studime, ato certifikatat e notave Republikë Kosovës një kun pas të fut me në qërap, brenda pantollave. Që mi thonë, dikush sa dërinia nuk thonë qa po flet kë, është trillim. Ku banojshim jashtë objekteve universitare, kon jetë studentore shumë e rëndë. Shumë e rëndë, po se cila faze jetës tonë kalon gjurmë në personalitetin dhe karakterin tonë, sepse pastaj lufta që vjen,
neve veç në ka gjetë gacem për me kontribu, edhe para studime, jeta në fshat, punë të fshatit, kosa, shati, lavra, ujitja, misri, gjitha këto, bjeshka na ka kalit pafundësisht, që vërtet na ka shërbi ma vonë, pavarësisht që o konë vështirë, pavarësisht që o konë sfide madhe, por ja kemi dalë. E keni një pjesë të një shoqërie që e mbani ende tasaj kohe. Kur jeni bashk, a e kujtoni gjithmonë atë pjesë dhe atë kohë tasaj periudhe dhe sa keni kontribuar... Studimeve ki fjallën. Studimeve. Dhe sa keni kontribuar jo, se sa keni qenë të frikshëm, ose do me thonë të gatshëm për të kontribu për atë kohë të dhëmshme. Po, do të thotë, me gjithat shoqëri ne kemi kontakte, po mas shumë të kontakte kam me mikun tim të fundit studimeve edhe t'i zete që kemi pas, edhe që kemi faktikisht edhe një shalën, me ata jem permanent çdo ditë, sepse ka desht fati më qenë edhe në një vend punë. Faktikisht i kemi ndihmu njëri tjetrit për më qenë bashkë, ju kemi gjinë njëri tjetrit. Po dhe shoqërinë tjerë që i kam kontakte me ta, po fizikisht jemi ma larg edhe larg syve, larg zemrës, që thojnë, kështu që normalisht që gjitha e shoqëri e cila ne kemi qenë studime dhe kemi pas raportet mira, disa prej tyne janë dëshmorë. Do të thotë është Vedri Bajrami i Podujevës, ai ka ra dëshmorë, është pastaj e kom pas një shok të mirë, ka më marrën nëse s'm kujtohet për momentin i shtimes. Ka qenë një djalë i jashtëzakonshëm, edhe ai ka ra dëshmorë, po emni për momentin më ka ikë. Po du më thonë që aja gjenerat e cila ka bo asi jetë, asi studimi edhe asi veprimtarie, është ditë që pavarësisht që fillim viteve 90-ta, mesi viteve 90-ta, ne nuk kemi mujt mi precizu kush ka mu radhit në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, po e kemi ditë tu e pa formimin e tyre, tu e pa karakterin dhe personalitetin e tyre që këta djem janë të gatshëm për pushtë. Edhe do thot çashtu ka ndodhur faktikisht. Ashtu ndodhe. Zotri Fikret, mbas kohës së luftës, çka studiuat dhe ku fokusuat? Pasi që unë di, por dua të ndaj me shikuesit se çka ju inkurajet dhe ju shtyu që të shkoni drejt sportit. Unë fillimisht për hatër familjes e pa ta regjistruar fakultetin e bujqësisë. Edhe pa ta mbaru vitin e parë, me mjaft sukses se u dashka më mësu. Kërsnike baba jam, baba rezike, nëse s'mësan, sa margjim peku më të qu. Tani unë kisha frikë dhe më qëllë më maru sa marë kështu. Këtë mënyrë e kanë pas prindrit që të shtyjnë drejt mësimit. Pa ta regjistru edhe Fakultetin e Kulturës Fizike njëkohësisht, po që unë edhe bujqësia adin largë. Jo largë se na jemi rritë në kushtet fshatit edhe pema ajo kjo, do thot, jemi rritë të kushtet edhe nuk ka qenë edhe ide e keq që më studiu bujqësi,
Po gjithsesi profili jem nuk është për bujqësi. Profili jem une në aspektin antropologjik dhe i takoj sportit. Veç më këshyr me sy, unë i takoj sportit. Aq ma tepër që edhe kum pas dhunti edhe kam dhunti për sport. Kështu që Ku jeni sot? Ku punon? Në sport. Ja, në sport. Edhe Sa po punon në zhvillimin e kësaj fushë? Shumë. Mire, sa ka të interesuar nga ana e qytetarëve? Që këtu mentaliteti pak lënë për dyshrumi sot, se ka shumë fëmijë, po pak që merren me sport. Është një pjesë e vogël për shembull që i bin vajzat edhe djem klub basketbollit i Stogu. Edhe për shembull nëse ne i kemi 60 fëmijë momentalisht, ose edhe 100 fëmijë, ose edhe 50 fëmijë. Nuk është numër i vogël për klub basketbolli, që jemi na klub i vogël. Po është numër shumë i vogël në raport me numrin e qytetarëve. Edhe pastaj unë ndina keq edhe ndjej keqardhë që vërtet një numër shumë i vogël po merren me sport. Edhe sa ka handbolli vajzat, handbolli mashkujt, sa ka ping-pongu, klubet e karates, do thotë mi mbledhen tansi nuk janë 200 sportista. Nëse klubet e futbollit i Stogu edhe kjo 03-shi. Kanë arritur ta kenë një balotazh ndoshta gjinia femrore dhe mashkullore apo momentalisht kemi më shumë gjini femnore. Kjo është një diçka e mrekullueshme. Jo, sigurisht. Na kemi pas edhe ekipen e vajzave para 3 viteve në ligë të parë. Do thotë po problemet financiare edhe na u ka shuaj klub fatkeqësisht, po them fatkeqësisht. Ndjej keqardhë që ajo ka ndodhur, po tu e ditë që na mbijetojmë në kushte relativisht të rauna, këtu një stag, që 20 vjet po bon që ende s'kemi palestër. Thot, jemi pa kulm Me qenë se je pjesë e ministrisë, a ke bën ndonjëherë ankesë ose kërkesë që qytetarët e Stogut t'janë të furnizuar ndoshta me këto çka i mungojnë për sa i përket fushës? Po sigurisht. Dhe është marrë parasysh apo s'është marrë? Jo, o marrë parasysh se krejt investimet i ka bo ministria. Po që zgjedhja e vendit fillimisht për komune që jo bo, nuk ka qenë vendi përshtatshëm. Masi jenë vu themelet, o dasht një vit e ma shumë, mi humbë për mi bo ato shpimet edhe forcimin e bazamentit, sepse është ven ujor aty, ven ujor, e para. E dyta, projektimi i projektit që boni nga një arkitekt Blakaj, o bon ekstrem, pa fundësisht njërë të gabume. Se ka bo formatin e kulmit, asisoj që me mju përshtat era fuqishëm, edhe do thot e ka shkatru era, e ka qky era. Po. Edhe do thot ministria i ka dhonë edhe zdi fazën e parë, mdo këtë e ka kry ministria, ndoshta dedikun edhe fazën e dytë, po e di që pas asajnë e ka morë komuna në menaxhim, në tenderim, në monitorim të kësajnë edhe komuna i Stogut nuk ka kapacitete profesionale për me menaxhu një projekt tillë, sepse pse o bon ajo kohë, pse o transferue drejta e kryes punë edhe tenderimeve në komunë, nuk e kuptoj, sepse
Ministria për Kulturën, Rinjë dhe Sport, përkatësisht Departamenti i Sportit, i ka resurset humane shumë nivel. Po se ka inxhinier, ka arkitekte, ka bla bla bla, po kupton? Do thotë është dikasteri veçantë për infrastrukturë. Po. Edhe nuk do duhej më kalu në komunë, po jemi ku jemi, po tash kjo faza e kulmit, definitivisht ka bo një punë e mirë, kulmi që ju ka qitë, po është një odise ende e gjatë që do ndodhë me palese, sepse brenda ka nevoj ato banjet kolektive çmendura, mu kap mu thy, e mu ndru, e mu bosh vështore ma shumë, e mu sistematizu objekti për smranshmit, pastaj është edhe një fazë e parketit e këtyne gjerave, kështu që sa do të gjatë, po për neve u bo një shekull. Për neve u bo një shekull edhe na ka bo dëm kjo palese shumë, na ka dëmtu shumë, na ka dëmtu në tëna aspektet. Ju ka krijuar vështirësi në zhvillim? Absolutisht, po jemi kogja... Pritje, ambicioz, jemi ambicioz edhe jemi shumë kemgull, se për ndryshe me pak reflektim njeriu do duhej me lanë. Une pak më reflektu, do duhej më ik për këtij klubi. Më ik se është lodhje e madhe, përkrahja është e vogël, pastaj pengesa kum pas shumë, vazhdimisht kum pas pengesa, kur ke Haki Rugova, edhe tash kur ke Iliri, para një kohë marrëdhëniet kanë kogja të këqija, tash janë normalizu pak, po du më thonë, nuk po shihen klubet si aset, kjo po më pengon shumë. Kjo të qasja e politikës. S'ka lidhje emrat për vetëm ku shumë politik, ose cilin gjyrim politik, ose... Po, mendësia në raport me sportin, lënë shumë për dëshirum. Kjo do të më ndryshu, po fatkeqësisht nuk o ndryshu, po presim që ndoshta do të ketë ndryshime, sepse nuk mund është më prit për klubeve sportive, kur komuna i Stogut i ka 30.000 euro për i krejt klubet sportive. S'mund është më prit zhvillim, s'mund është më prit progres, avancim, s'mund është më prit. Kështu që besoj që një ditë vërtet politika, sportin ka me pas prioritet, sepse është prioritet, se këto klubet janë për të mirën e qytetarëve, të rinis, mi largu rinin për dukurive negative, pres mu bon kjo, pres me pas këtë refleksion, edhe këtë reflektim, sepse është e dhëmshme ty më deviju rinia. Ju e dini ma mirë se unë se që ka ndodhë një stokë sëtë. Fëmijën që farë moshët janë të përdor bari. Atë është situata shumë alarmante, po jo vetëm një stokë, gjithandej Kosovës, shumë është alarmante. Ndani një zotër Fikra që po e ndërlidhin çështjet ose të ardhmen e qytetarëve dhe të rinjve me politiken dhe me parti politike, gjë që ndoshta s'duhet edhe të ndodhë. A duhet që t'jetë bashkëpunimi i mirëfillt dhe i përbashkët, nuk ka lidhje kush është pushtet ose kush nuk është? Më nuk qënë pesha e fare, se... Fundja fundit e ardhmja qytetarëve është e përbashkët. Absolutisht. Fati jonë është i përbashkët. Po ne krijojmë percepcionet gabume për shkak ngjyrime politika, Kjo është diçka shumë herë. Krejt jemi shqiptar, po du më thonë që do të breqasin për sport, jo brëndaj meje, se unë nuk kam nevoj. Po kuptoj. Unë nuk kam nevoj as për politik, unë nuk kam nevoj as për x persona, emrat përveçshëm, unë nuk kam nevoj. Po rinia që gravitojnë në klub, ata kanë nevoj. Edhe jeta jonë varet për politike. Fatkeqësisht. Do thotë mirëqenia e klubeve sportive mbahet
ekskluzivisht për politike. Për politike. Zoti Fikret, cila ka qenë ecja më e gjatë që e keni bërë dhe sa ka zgjatë, dhe ku ka qenë destinacioni dhe a jeni nisur me synimin që të shkoni deri aty apo si ka qenë rrugtimi? Ecja më e gjatë është këtu ku jam. Po. Do të thotë, i kam bo 50 vite në kalendar, po më duket vetja shumë më e vjetër. Do të thotë, i kom kalu 150 vite me të kalume. Që, jo shaka, po ecja më e gjatë ka qenë Prishtinë-Tiranë, Skënderbej, po nuk ka qenë as ecje shkurt pej Vlane në Gorozhëb, në për Bjeshk, në për Terr, edhe mbase mbi 50 kg bomba, municion, armë, të bajt, edhe të pesh sa një gomare. Kështu që nëse e kalkulojmë në aspektin e vujtjes, ajo del me e gjatë dhe me e ranë. Po edhe kjo Prishtinë-Tiranë vrapin që e kumë bo në 2020-ën ka qenë një vrap epik. Si e një djerë në atë? Mirë në fillim, po në Milat ku jem shku, tash sarë po shkoj për Milat, kam pak urrejtin dhe Milat. Që aty e mban mend lodhjen më të madhe, ndoshta. Aty e mbaj mend një moment, pastaj nuk mbaj mend kur gjë. Aty është problemi. Okej, aty momi që shtupë edhe orientimi. Keni qenë I shoqëru. I shoqëru, po? Po, sigurisht se... A ka ndodhur ndonjë që të dorëzohet edhe? Ja, kur. Jo? Ja, asnjëri. Ja, e kum pas stafin fantastik, po që une mu ka kecu gjendja në Suharik. Atë vrap që e kum pas barkëqitje, diare. Edhe ajo, po, zemrën e fort, edhe e ka përballu, e ka përbi që atë gjende, a për në kushte normale, një sportist i tillë nëse kish bon edhe e të ndën vetën, kish pas mundësi më pësu ata kardiak. Sa konsultoj me mjekësin për këto veçime? Hiç. Si marrni guxim? Bile një kushëri jemi, Faik Shatër, është kardiolog, tha, kusha jam, tha, i ke këto librat e mjekësis, i ke qëradit. Nëse u shprehen një formë tjetër edhe, po, tha, i ke qëradit këto librat e mjekësis, keshim bashkë. Tha, pse sere, pa i thash më pa armë, kështë e thonë, jo zamra kështu, jo pulsi kështu, jo aorta kështu ma mirë. E ketë ndalu me që kaq, po, më shumë definitivisht. Pasi kishtë kanë deri aty ku i keni pasur. E nuk jem shku, faktikisht ka pasur mi bo kreti egzaminimet, fillestare, po nuk jem shku mi bo. Pa shak se kom di që ka më thonë që jo, ka dalë se mu, atër sa i kom pas 26-27 vjetë. Dhe s'keni dosh që të rrezikoni që mos për ja ndalë lanë dikush? Mas me ndalë se kum pas qef me bon, edhe kum pas me veti në shpirtin tem figurat forta, që më kanë motivu. Figurat tona kombëtare janë 3 shtylla, cilat mu më frymëzojnë çdo ditë, e për ditë. Është Skënderbeu, Nën Tereza edhe Adem Jashari. Janë 3 figura
ikonike të popullit tonë. Janë 3 figura që i bën nder popullit tonë, i bojnë nder, edhe 3 figura që më rënqethin sa herë menoj për ta. Më rënqethin. Janë të jashtëzakonshëm. Zotëri Shatri, të kthehemi tek tema kryesore për të cilën do të diskutojmë sonte, që është aktiviteti i 12-13 prillit, shënjezimin dhe hapjen e shtegut, të cilën do ta bëni, si dhe rëndësinë e Istogut Trail dhe epopejën e prillit të 2025-s. Faktikisht hapjen e shtegut 13.3, Po. që është simbolike brigadës tonë 133 e kumba. Tash nuk ka më hap në shteg diçka, se shtegu është i hapun, po është pak me ato shkurrët janë hap. Po, për ndoshta edhe ka mbetur gjithmonë kjo që kur fillon bëhet hapje. Po, ja, do thot për mi shkallë të Istogut, si të kalesh stanët e Strelcit, të shkalla i Istogut, ka nevoj ato shkurre me kmes, do të kam kmesin e sharrën e kreti kumble ato, edhe besa javën tjetër me një 2 shok, më kanë thonë që vinë më mnimu, është Hayredin Ferata edhe Gjevdet Gjemajli, ata e kanë nesër këtë vrapin e marsit për masakrin e Izbicës në Izbic, e do thëtë, si të mbaroj nesër ato, do thënë nesër jam atje në Izbic, në vrap 21 kilometra, po ata javën tjetër do thëtë kanë marrë një stag edhe keme bo shënjezimin, do segmente i kum kry, do thëtë një segment që e kum pas problematik, se kum del këtu rruga për cerës, ato male, do thëtë e kum lidh te për mirë, për më dal për funi Gurthysit, graniti atje, edhe e kum asi edhe po mdoke që shtegu o kry me vetë faktin që e kum hapë që atje, edhe peshë i mekut ka lugu i Saradranit për më dalë në kodër dynës një djali Dajs Nans, Luan Sejdijaj, ka ardhë 2 herë, njerë kemi shku në përbora, o konë farflame, kemi bo një segmente, më desh më këthy se o konë bora dhe në fyt. Javën e kalume, do thët, e kemi kry deri në kodër dynës, si nuk e desha qatë segment, kur nuk e mëra njetën teme, tash pedi ku ashtë që shosht, edhe po mduket që jo kry, po javën që vjen keme bo edhe shënzimin, po kemi mi vendos edhe tabelat orientuse. Po du tabela orientuse, se në shumë vende krytëzohet shtegu 32 kilometra edhe 13.3. Po sigurisht që nështë ta keni ndëgju që është gare certifikume për herë pa ndërkombëtarisht. Ju të imbi në të këtë organizatën botërore të vrapive malore, që është organizat ose departamenti veçantë në Federatën Botërore të Atletikës. Do thotë, është garë zyrtare. Do thotë sportistat të cilat morin pjesë. Sa jeni ndjerë të lumtur kur e keni arritur në këtë pikë? Shumë të lumtur, po mas mi pa pas në 200.000, vështirë kësha mujtë me ba. Do thotë është Burim Leci edhe Astrid Desko, janë 2 shok vrapimeve gjata malore, Ultra Trail, dhe ata më kanë premtu që qëtë pjesë kemë të kry, na edhe më kanë kry në fat rekord. Djemë të mirë shumë. Më vjen mirë. Atëherë, zotëri Shatri, çfarë simbolike të veçantë edhe ko, do me thonë data 12-13? Leksiku i gjuhës shqipe nuk e kap për me thonë çfarë simbolike ka. Po sigurisht, ne si familje Shatri, dhe tash në formatën të cilën jem me këshill organizativ, dhe pe mas lufte kemi dhonë një kontribut ka gjatë madh në përkujtimin me aktivitetet sportive, se unë i urrej një lule edhe 1 minutë heshtje, nuk shabon minutë heshtje edhe lule, dhëtë 1 minutë, më fol 1 minutë për 12 prillin,
mjë fol fëmijëve, mjë fol ciklit 1 deri 5, 6 deri 9, 10 deri në 12, mjë fol, se është datë historike, është datë e lavdishme, edhe qatë minut heshtje që e bojmë për dëshmorë, ma mirë më shumë mjë fol fëmijëve, që me ditë fëmijët rëndësinë se ka fëmijë se nuk e din kush është Adem Jashari. Jo kurikula, këto kurikula i hangë dreqe, kurikula të mrapshta, do thot nuk flasin për historinë më të re të popullit tonë, edhe nuk din rinia as kush është Adem Jashari, as kush është Izet Shati, as Bujar Visoqi, as Abedin Dervisha, as Skënder Mara, nuk e din. Thonë kush kanë këta. A janë baria që ka janë. Do thot do të mjë fol. Unë kom bisedu edhe me drejtorin Zotri Behlulaj para do ditë në telefon, që me boni kampanjë vedisuse në për shkolla. Unë pe javës tjetër do thotë çdo ditë ku më qenë stog, do të kujdesemi sante me këshillin organizativ të stogu trele po pe aprillit që me dizajnuat formën e broshurës, flajerave të ndryshëm për mi prek 2 aspekte që janë bazike edhe elementare në komunën tonë edhe shqiptarin tonë. Cilat janë ato? Du të me vjedjesu rinin tonë, shkollarë tonë e shkollaret që mu kujdes për natyrën, për ekologjinë. Sepse degradimi i natyrës është u bo në mënyrë të frikshëm. Është në radhë me të lirë. Degradimi i natyrës. Pse pe thëm këto? Unë isha janë zhvillu shumë ekonomit peshkatarisë një stëgë, që vërtet është një sani mirë. Po, a janë tu kontrolu që to ekonomit peshkatarisë së është ujë kontaminus, aty ku rritet peshku është ujë kontaminus. Edhe a tu bo filtrimi i qëtyne bazenave të peshkut, unë nuk e di që është një farë sistemi derdhje, pe një bazenin tjetër, edhe filtrohen ato, ai kontaminimi jetë poshtë, edhe pastaj ujë derdhet të pastër në lëmë. E unë nuk ma mërmenja që në njëna peshqyne peshkatarive, qoftë edhe trofta, e kanë qëtë sistem të filtrimit. Ndoshta jam gabim, po kur të ndëgjojnë këtë intervistën teme, dikush let reagon edhe let ma vërteton që është u bo që kjo, unë kom i lumtur edhe kom i kërku falje. Po unë për veti, si qytetari i Stogut, nuk e di që jo të u bo. Qëka të ndodhë tash me uja tonë, degradimi ekologjik. Do thot, ujin që i përdorin në për livadhe, ku miellet specia, patatja, gruni, gjitha këto, e kem të kontaminum. Edhe ushqimin që pe hajmë sot, jemi të e hangër të kontaminum. Edhe pse kërkush nuk bën analizë, fatkeqësisht. Tashti jemi të e bo dhe një degradim të fundit, edhe një degradim total, hudhen në meturina në përmale tona. A di që do të thot motra jeme, mu gjujt një shishe mbjeshk, që ajo shishe me vite, ka mu dekompozu, edhe ka mu fut në tokë. Shishja, nëse se ke dit, marohet prej naftës. Edhe praktikisht që ajo shishe është material i naftës. Edhe kur futet në tokë, edhe dekompozohet në tokë, praktikisht që aty kemi naftë, edhe që ata naftë shkon në ujnë tonë. E ki shishe pa fundësisht prej shimekut, më shku ndajtim Polanës, sa bërlogun e kanë gjyt nënën e djathë, ndajtim Polanës, më shku të kap të merri. Dhe thët, qëka jem të bona me këtë sen? Dhe thët, jemi të e shkatru ekologjinë. A jemi na të bon
veprime për vetëdijsim qytetarëve tonë, nuk jemi të bërë, s'pakun s'pasha. Kështu që Istogu Trail, epopeja e Aprillit, ramja e dëshmorëve të kombit, nuk është më shku të varri tyne me quni lule dhe me bo një minut heshte dhe më thonë lavdi, po misioni këtyne dëshmorëve është që se ata flasin, s'pak unë e një zonin e tyne, si zigore një zonin e tyne, edhe unë kam për obligim që përmes dëshmorëve të kombit më bo aspektet sensibilizuse të rinia jonë që mas më gjujtë në beturina, mas më hudë në beturina, vend e pa vend, beturina e ka vendin e vetë. Edhe pjesa tjetër që duhet me eduku rinin tonë në aspektin kombëtar. Për me eduku në aspektin kombëtar, duhet me qu të varët e dëshmorëve, duhet me fol pse avra, duhet me fol qysh avra, cili jo kanë misioni këtu në dëshmorëve, pse kanë dhënë jetën, 1 milion arsye kanë pas të dëshmorë, qune brigadës tonë 98% i një. 1 milion arsye edhe 1 milion rrugë kanë pas për mu largu për Kosovë, sot më jetu e më pas pare, më pas familje, më pas asë, po e kanë braktis jetën edhe ju kanë vesh misionit të lirisë popullit tonë, e është gjuna mas me eduku fëmijët tonë në këtë aspekt. është gjuna i madhë. Kështu që në bashkarisht dhe në aspektin ekologjik edhe do të deponi cilat une janë certë se atjete si stash të shime ku bile për këti emisioni, veç ku minë ruteshat, se edhe apelojës basketbolit edhe këtu, intervist, e di që si jam vesh, qysh duhet për intervist, po problem nga në loja, hajde këtu e shkom bjeshke, dhe thët jenë shumë punë brenda një dite, konglomerat punësh, kështu që jemi të mundu bashkarisht me strukturat komunale, me drejtorin Abedin Kabashi, me drejtorin Behlulaj, për mu afru, edhe më këshu që ka mujë më bo, qoftë të deponit, qoftë me largimin e barlogu, qoftë të... Ky është misioni Istogu Trail dhe po 5 prillit që mi dhonë impact për gjithshëm, e jenë 1 minutë heshti. Shumë Raule. Për atë pjesës s'ka vend për brengosje, pasi që jemi edhe vetëm të shtjellojmë dhe të jepim për shikuesit shumë mënyrë të qartë krejt këtë organizim dhe këtë punë që ju po e bëni, edhe me të vërtet është një punë e lodhshme. Po për ne që ne ndoshta muj me qenë shikues ose muj me qenë pjesëmarrës është diçka shumë e lehtë, edhe e thjeshtë. Po për ju që organizoni dhe punoni rreth këtij aktiviteti është një diçka shumë që don punë dhe përkushtim, shumë dhe don bashkëpunim. Të hanën e kalume, të marrë të mërkura dhe në ajten, deri të ajten, më del ke gjumi në ora 3 prej stresit, sepse është garë ndërkombëtare. Edhe 32 kilometra ka mu vrapu, ka mu fillu të përballë komunës të parku. Po, edhe aty dhe isha të dalë fillimi, ku do të filloj? Aty do të fillon edhe do të mbaran. Do të vazhdojt këtu poshtë fontane, rrej edhe selumit të burimit, ka bërlog, po ende si kumble cizmet, ku me hjek, se nuk e la. Dvin delegacionet huja, këtu një stag edhe më pa bërlog është, bile ka shtegu ku më munu, sa të muj me largu. Vazhdojt dilet e burimi, pastaj ka view pointi, ngjitet përpjet në livadhet i Istogut, ka bajshet, ato shpellet binjake në bajshe, për skajt më e zez, në kauboja, në qavërini të Coravod, detim plugut but, pastaj kthehen anën e majt, shkojnë kodër dynës, lugut sa adranit, në Palan, te gurat e bara, stanët e strelcit, shkalla i Istogut, edhe kryhet prap të vendi i startit. Kjo është 32 kilometra, ndërsa 133 brigada, 13.3 distanca, është nisja e njëjtë, dhe të viju punti, do thëtë kanë më vrapu në vinë njëjtë. Pastaj ata vazhdojnë në drejtim Cercës, të viju punti,
rrugat e poshtë, edhe dilet të Gurthysi, ka shkolla, kalohet asfalti, edhe delet këto livadhet poshtë që janë, edhe të lumi i stogut. Kalohet lumi i stogut, ka i stogu poshtëm, ka ato pika karburantit, edhe vihet kryet këto. Edhe është distanca fëmijët për e popen 2 kilometra, do të vrapojnë 133 fëmijë të shkollave të stogut, 2 kilometra, parafërsisht shtegu është i njëjtë, që do të shkohet te burimi, edhe do të kthehet ka trofta, edhe do të ketë vendet para, dyta, treta për vrapose? Po, ka shpërblime tepër të mira, ka shpërblime shumë të mira. Ministria është sponsor general i këtij aktiviteti. Po, edhe kompania Sigal, edhe kemi bod ditur Arben Belaj na ka ndihmu jashtëzakonisht shumë, i kompanisë AB Koncept, edhe biznesin e Peristog, ndihma modeste, po Biohiti na ka ndihmu, besoj ka më ndihmu Onixi, restorani Astron Clean, Ilir Koloj, një super djalë. E kështu që është një po... Keni konfirmuar edhe pjesëmarrjen e Marin Memës? Po, edhe Bledar Çakallit. Po, aktivitetet fillojnë me datën 12. Në ora 6 në fshatin Tamac, është Flakadanet e Lirisë. Flakadanet e Lirisë është një ngjarje e cila nuk ka ndodhur në trore shqiptare asnjëherë. Aty, pasaj pej aty, para mesnate, të burimi, pjaullon pak mister, sepse zumi zbulu krejt. Okej, në rregull. Adin keni rasin me pa dhe qytetarët kanë rasin me pa, po me datën 12 mas flajnë heret, sepse ne do ja u prishim gjumin. Sepse dëshmorët nuk flajnë kur. E vërtet. Ata janë si pararore e jona, kështu që me datën 12, para orës 12, do të flakrohet i stogu. Do të zritet nga Flakadanet, edhe keni me pa që do të ndodhë, ndërsa me datën 13, është çmenduri, është një diçka e papame, me datën 13. Nuk ka pa në trojë shqiptare asnjëherë. Thot, do të jetë aktiviteti më i mirë, i ftoj qytetarët, po i ftoj mas më gjyllë bërlog, me rujt. Kur të vinë këtu në event, bërlogun, shishën me majtë në gjep edhe me gjyllë në kanë bërlogut, sepse na du të me rujt qytetin tonë, tokën tonë edhe. Besoj që mbas këtij aktiviteti kaq të zjarrt dhe të mirë që kam u bë, ndoshta kanë me morë edhe atë pjesën e civilizimit që Agrem lakaj t'jen agrem lakaj. E kam shok për kokë. Një ditë në telefon tha o zig. Tha ChatGPT-ja, tha edhe inteligjenca artificiale. A mundët më ta përdhu dheun? Tha shaj toka që më agrën qëfar fjallë, po s'mundët. Dheun du të me rujt, dheu është i shajt. E për qëta, tani tha, po ma bën atë dheu. Pse i thojnë atë dhe? Pse i thojnë me dhe? Është e shajt, është shajtri. Du të me rujt si sytë e balit. Na nuk kemi dhe më dhanë, nuk kemi tokë më dhanë, nuk kemi tokë më falë, nuk kemi tokë më infektu, nuk kemi tokë me keq përdorë. E kështu që na duhet më pas kujdes, po me datën 13, po thëmë, kemi bo publike asi, po ka më pas alamet edhe program artistik, jo vetëm sportiv. Po program artistik të papam dhe njëherë. Edhe një aktivitet, ndoshta në Evropë më i mirë organizuar. Në Evropë. Jo në trojë shqiptare, por në Evropë. Jemi të punu fuqishëm, për çfarë edhe s'po më thas gjumi. Për çfarë dëshmorët e meritojnë, kështu që e kanë angazhimin ton 24/7. Kush është më meritor se dëshmorët për të bërë diçka në drejtim të tyne? Shumë e vërtet. Të pavdekshëm. E ju mirë presin në një aktivitet të jashtëzakonshëm. Ju mirë presim edhe ty si moderatore, po edhe televizionet dhe gjithë televizionet edhe radiot e komunës të Stogut.
Sigurisht ka interesimet ndaja për më marrë pjesë të mediumeve publike, të Republikës Kosovës, edhe kanë konfirmu shumë televizioni që kanë me përcjell aktivitetin, sepse është, po thëmë, një aktivitet i jashtëzakonshëm. Jo, pse pe bëjmë ne, po vërtet është. Vërtet është. Atëherë, zotri Shatri, jemi me qenë se edhe jemi gati në fund të intervistës, dësha t'ju pyes pse është zgjedhur pikërisht Istogu si lokacion për këtë aktivitet? Është zgjedhur sepse unë du mi dhoni impakt i venit. Që kjo është. Okej. Se më tha një ditë një zëvendës minisë, më tha, pse tha nuk po bërë, tha në mbjesharit gjithandej ka bukuri. Thash, absolutisht po, bjeshtë i Istogut, e kanë veçantinë e vetë, bjeshtë i Istogut. E kështu që tash unë jam ai fajtori kryesor. Fajtor për të mirë. Sigurisht, po tash janë bërë shumë fajtorë tjerë, cilët janë të dhonë impakt gjigant. Atëherë dhe ata janë fajtorë Definitivisht. pozitiv. Definitivisht. Jemi një grup tepër i mirë në këshill organizativ. Janë një gjigant. Ajo ka lehtësu ndoshta dhe të gjithë këtë finalizim kaq të mirë. S'po them finalizim pasi që ende nuk është kry, po si quhet parashini, ai bashkëpunimi i mirëfill që keni njëri me tjetrin. Janë edhe do punë muzell, për shembull, hala nuk e di sa skara kemi mi pas me 12. Se ka më pas dark gjigande në të matë. Për të pranishmit, ma kanë konfirmu kogja do persona, kanë persona me pedigre, me pesh, edhe normalisht që do i presi mirë, shpresoj që edhe kohat na merë, po e kemi planin B. Nëse në të mos nuk bëhet, ka mu bo një stag në një restoran. Nëse do të ketë shi, nëse s'do të ketë shi, do t'jetë koha e mirë, dhe bëhet në të matë, se që ashtu aty jemi na, po thëmë që 25 vite që kemi priti, kemi përcjell ne me dëshmore dhe për dëshmoret e kemi dhënë kogja kontribut. Atëherë, zotri Shatri, jemi edhe në fund të intervistës dhe një pyetje. Çfarë impakti pritet të ketë ky aktivitet për sportin, turizmin malor në Kosovë? Unë besoj që ka më pas impakt, se që tu e kam një shkrim të një polakut që po vjen garë, tha, po du, tha, me pa, tha, burimin e Istogut, tha, po du me pa, tha, gërmin e Prishtinës, po du në qëtë vend, dhe thot, për qëtë garë, po vjen një garus që asi edhe absolutisht, ai ka mi hargju do pare këtu. Pa qëtë aktivitet, që ky garus nuk vjen kushtimisht një 1.000 euro milion Kosovë. Kur gjë, një 1.000 euro i ka mi hargju në Kosovë. Unë po flas vetëm për një person, se kanë marrë sportista gjithandej. Po zakonisht sportistat e mdhej presin momentin e fundit të regjistrimit. Edhe se është deri me datën 3-4 prill është e hapur platforma për regjistrim. Edhe ka interesim shumë të madh, po në aspektin ekonomik një stag thuja 2 ditë ka më pas gjallëri, ka më pas akomodimin e për hotele, do thot ky projekt edhe ky organizim jashtë krejt do thot Istogu Trail, Këshilli Organizive Epopeja e Prillit i mirëpret me akomodim, me ushqim, me të gjitha kujdesemi na. Është traditë jone e vjetra dhe këtë traditë na nuk bë me hub kurse si. Edhe pse na paksi së gali, jemi paksi kooperaca, kështu si adin diqysh, po jo, na këtë kooperacin e eliminojmë, sepse ne jemi mësu për shembull të matë,
në ora 7 shkoj ka autobusi kur isha fëmijë, thashë mos e shoni sofrën deri në 7:15, se një 15 minuta ecet ka dalë ke bo pej vage deri te shtëpia tona, si u bëj ke 7:15 është isim sofrën, se e dishim që zvjemo musafir. Nuk është sofra, jam kalit, jam brymos në kushte edhe jemi brymos në kushte të tilla, edhe musafir që na vinë, sidomos sportistë trojeve shqiptare. Për këta duhet Tash këta mos i pritni me shku për me hangër buk. Ja, definitivisht, edhe vitin e kalum i kemi mirë prit me gjitha, edhe këtë vit kemi mirë prit me gjitha. Ashtë si vjet e ndërkombëtarizuar? Po. Si vjet? Po. Është hera e parë? Hera e parë. Edhe për ata edhe mendoni që ka me qenë më... Po, ma masovike. Shumë masovike ka më qenë. Edhe besoj që ja vlen me po. Ndani pa ko. Pa tjetër. Atër zotëri Shatria, ka diçka që unë nuk e kam cekër Jo, e të shënë ti të cekër? kum prit që kimon vetë për poezi, pak, se jem shku... Pa tjetër, që para përfundimit intervjisës, komentit edhe rreth poezisë. Ja, e di që ju shkruni. Ju shkruni, po... Atë pjesë e kam pjesën më të mirë, në të cilin as spritaj me pyet rreth krijimtarisë. Po çka ju ka frymzuar atë pjesë? Edhe ku je në atë rrugtim? Si jam kërka. Faktikisht jem se pak më kanë nxit agron Bllakaj. I kum përgadit ka gjatë do poezi, po thash angazhimet e mia për qytetar dhe ndaj qytetarit, angazhime vullnetare që e bëj për klub edhe që e bëj për Istogu Trail, do thot që 2 muaj unë nuk kum prit, ka pak kum çka ravit kove të fundit, edhe po ka herë ka një javë ditë nuk kam fryzim për shkak lodhjes, lodhje të madhe. E kështu që dëshira për më bo sa ma shumë, për mas mi harru, mas më konë pjesë e harruar dëshmoret, më bënd që une me bo një organizim në profilin tim, në profesionin tim, po që është... Çka ki muzë poetike? Çka të shtynë të shkruash edhe çka të rinjallë ato emocione dhe atë ndjenjën e krijimtarisë? Po... Së është pak e ndërliku me sportist, ish ushtarëve që kës... Dashuria është bazamenti i shkrimit tim. Dashuria, po nga njëherë edhe erta. Ose realitetit, thejmë. Realiteti Se jashtë. nëse jetojmë në realitet, kemi me po më shumë erët se sa varë. Realiteti jashtë. E nëse fillojmë... Për shembull, unë e kum bo një poezi kur na patën largu prej për shkak zgjedhjeve, patëm shku në Cesh atje. U patëm mërdhi. I torturojsha lejtarët. Në temperaturë minus 10. Shumë e ftoftës është e salla e Cersës. Po. E shkollës fillore. Ai realiteti hidhur mu m'jep ke motiv për më shkru erth. E shkrujsha erth. Pse na... Aty çka frymzohesh krijan? Po normalisht. A dashuria është themeli i gjithave. Dashuria janë kuptimin klasik. Që t'ja spjegojmë se ne jemi shumë pak popull paragjykus dhe i kapimi gjana, do të thonë veç lexojmë shumë, ose më mirë të them, e morim ato çka dëshirojmë, jo çka është realitet. Shumë e vërtet. Dashuri përfshin çdo dashuri. Është koncept i gjerë. Dashuri për natyrën. Dashuri për lulën, dashuri për aromën, dashuri për ardheun. Do thotë e të tjera, kështu që dashuria është, e besoj që pajtohesh me mu, është strumbullari të gjithave. Po patjetër. Ose edhe dikush që ta shkatron dashurin, për shembull ti shkruan, nëse e do malin, e do natyrën, edhe dikush të hudh bërllag, prapë është të shkatrume. Ty kamat nxit,
ki më motivu për keq. me sha dikon pse ka buat veprim që ty ta ka cenu një natyrë të bukur, një natyrë që kret jemi pronor të saj, po une nuk lejoj që dikush më cenu pronën teme. Po për të votu diçka, ke një plan? Diçka? Ku mendu si vjet, po më këtë ky vjet miku, sepse fondet ministri tash hapen, dhe në 4 prill. Besoj ti e këtë informatë e ki se unë ju mësu me financu vetë, tash më do këtë çudi ajo pjesë. Ja, nuk do këtë çudi, ka fonda atje në ministri, në departamentin e kulturës ka fonde mjaft. Edhe ne jemi aty për më ndihmu botën e artit, kështu që kemi dhënë impaktin në këtë drejtim, po të premtoj këtu, në studion e juj. Po thëmë që shpesh herë ma largon të keqen shkrimi. Ma nxerr të keqen, më stabilizon mentalisht, shpirtnisht, më rehabiliton fizikisht. Poezia, vërtet e du, po momenti ma i keq i poezisë është kur kam frymëzim edhe dikush qoftë më thret, qoftë më hyn në zyre, qoftë edhe në autobus, shpesher kur e në Prishtini Stog, që vi për servitje, edhe në autobus pështet në karrike edhe shuj, po pa ma prish dikush, edhe e lon që aty ka ndodhë 2 muaj ditë se kum prej për qatë straf, më ka ardhë motivi i njëjt, edhe kum vazhdu. Në thot, kjo inspirimi, nëse ta shkatërën dikush inspirimin, a i flen, po pas një periudhe të rinjallet prap, inspirimi i njëjt, në formën e njëjt, edhe në kuptimin e njëjt. Kështu që poezia është një diçka shumë shpirtërore. Atëherë edhe librin e presim, e mirë presim. Librin besoj po, ballinën e kam të krym në fillim dhjetorit 98-ën. Do më thonë edhe atëherë ke pasur këtë... Po se më ka vizatu, më ka bo ballinën një piktor, është mësim dhënë në vrellë. E ke pasur këtë dëshirë në krimtarisë? Po, gjatë viteve të 90-ta. Para viteve të 90-ta. Atëherë mos ju ndaj. Në fillim viteve të 90-ta kom shu ditar shumë. Ditar. Është një diçka që njeriu e lën të pavdekshëm. Definitivisht edhe kur kthehen atash me shiqu do flet ditarit, më del tepër interesant. Që është për shembull shumë vite para se marr liria, unë tu e ndje lirin. Një ditë e mora ditarin, aty pak si çuditshëm edhe përcip tazi kur unora një faqe aty, u befasova pak me veten, është mirë njeri më shkru, është mirë njeri ditar për jetimet e ditës, të javës, të muajit, vitit, sepse pritojmë na më shumë. Shumë pritojmë më shumë. Pritojmë edhe mendoj që kjo teknologjia, pak telefone këto e kanë kriju një farë temelie, varfërie në telefon, por edhe në mund ndodh që edhe me harru me shkrujt. Kjo nuk është larg menç, sepasi që nuk e praktikojmë shkrimin në mënyrë praktike. Situata është e keqe. Situata shumë e keqe. E shef dikën kur ka bukur shkrim, shkojnë në sportel të komunës ose nuk më i pa ja bo një kompliment, thëmë bravo se adin shkrim bukur. E unë mendoj që gjeneratat që po vinë nuk kanë me pas këtë dhëndi. Se janë të nëvarur vetëm prej mënyrës prej teknologjisë. Nuk kanë ma fëmijët vullnetin që ta shkruajnë të paktën një faqe ose 2 faqe, një njësi mësimore në fletore. Kryet fillim viti shkollor me fletoret zbrasta. E vërtet. Pasi që i bojnë ato plotësimet në librat fletoret punës, edhe fletoret... E ne, edhe si kemi pas fletoret, po dhe fletat, u dash kemi huazu prej shoqërisë, vetëm që ta praktikojmë mënyrën e drejtshkrimit. Do gjona drejtshkrimi, unë është që ka më vdek me ta dhe drejtshkrimi. Unë jam
sinqerisht jam të fatkeqësisht. Po jo, kjo Jam të e fatkeqësi vërejtë. është, jo, kjo fatkeqësi. Fatkeqësi e shoh unë, kum pas një shkrim të keq, edhe tu në servitet basketbollit, tu i shu servitet vazhdimisht, po, jam të shu poezi, në fletore shu qa poezi, se kur shkruj me laps në fletore, kam motiv ndrysh në krahasim me telefon. Telefoni dyqysh të varfënan. Ti varfënan një det. Kur shkruj në fletore, më knaq. Është e vërtetë. Kam ndjesit veçantë. Zotri Shatri, faleminderit për të gjitha këto që ndam, për aktivitetin, për kohën e tënde të fillimit, për kohën e pjesëmarrjes luftës, sepse edhe ajo është një pjesë e lavdishme ku vlen të ceket në çdo emision edhe çdo intervistë që mbani. Por faleminderit për detajet e dhëna për aktivitetet. Krejt s'ti kum dhanë. Ja e di. Pava, ngurrova. Jo, ngurrova se me o thot krejt ju pasaj nuk do të vini. E kështu që ndoshta kurreshtja, që ja u zgjova kurreshtin, aja kam ju bo më ardhë me pa. Po, ka më marrë të keq nëse nuk keni me pa. Do ta bëjmë të pamundurën. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësia ime, juve punë të mbarë shumë suksese. Faleminderit shumë edhe juve punë të mbarë në këtë aktivitet dhe u realizoft ashtu siç dëshironi ju dhe qytetarët të ndofshin të kënaqur patjetër. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe miru takofshim dhe mos ngurroni të merrni pjesë në këto 2 data të lavdishme, për të cilat është punuar mjaftëzakonisht shumë që të ketë një rezultat të kënaqshëm prej pjesëmarrësve dhe prej të gjithë atyre që do të marrin pjesë në këtë lloj sporti dhe në këtë aktivitet. Miru takofshim në emisionet e radhës. Rreth botës së librit. Rreth asaj që të gjithë e dëshirojnë. Rreth muzikës. Rreth artit, rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision.